Për fëmijët e fshatit Kaqandall të Mitrovicës, kjo derë nuk do të hapet me 1 shtator. Shkolla fillore dhe mesme e Olët, dëshmorët e Kaqandallit, do të mbyllet pas një vendimi të marrë nga komuna e Mitrovicës. Të njëjtin fat e ka edhe shkolla e fshatit Melenicë. Arsye për këto 2 vendime është numri i vogël i nxënësve. Në shkollën e Kaqandallit, mësimin e vijojnë vetëm 3 fëmijët e Fërke Hysenit. Ky nuk po pajtohet me vendimin për mbylljen e saj. 1000 vjet me pasymër dokument nuk të nënshkruaj me mbyll shkolla e fshatit. Edhe që ashtu ka me metë, se nuk e nënshkruaj. Ne nuk jem të knasën, shkolla kanë këto, ma mirë kanë me viju mësimin në zonësat këto se me transferu bajgura ku do tjetër. Hyseni thot se transferi i fëmijëve do t'ja vështirësoj edhe më shumë përditshmërinë. Punojnë Trepçen, me njerë jam me ndrime, ai vështirësi e këm pas për veti me kalu, sidomos dimnit për shembull, rrugë mbyllën ka herë, jo tash edhe fëmijët me pas obligim me janë për shembull. Të njëjtin mendim e kanë edhe banorët e tjerë të Kaqandallit. Për këtë vendim, ose di që ka guxu me përmend, ai në shtëpi më mshël është të merë se jo në shkollë. Nën kryetari i komunës së Mitrovicës Enes Osmani thot se vendimi është marrë për shkak të numrit të vogël të nxënësve. Për cilësi më të mirë të arsimit është domosdoshme mbyllja këtyre 2 shkolla për shkak se është numri i vogël i nxënësave. Në fshatin Kaqandall kemi 3 nxënësa, ndërsa në fshatin Melenici kemi 6 nxënësa. Osmani thot se për këta fëmijë do ta sigurojnë transportin. Kemi siguruar transportin për në fshatrat më të afërta, cilat janë Bajgora dhe Trepça, ku komuna do t'ja paguaj transportin për nxënësat në këtë relacion, nga shtëpi deri në shkollë, po ashtu edhe në sjelltat. Edhe më herët në Mitrovicë ka pasur vendime të tilla për t'i mbyllur shkollat, për shkak të numrit të vogël të nxënësve.